çdo hap që ka ndjekur produkti në mënyrë të tillë që të minimizohet apo të parandalohet risku potencial për konsumatorin. Pra, unë duhet të gjej shkakun, nëpërmjet këtij zinxhiri gjendet shkaku i problemit të evidentuar. Dhe natyrisht, pa gjetjen e shkakut, ne nuk jemi në gjendje të adresojmë problemin, jo më pastaj për të marrë masat adekuate për ta parandaluar apo minimizuar në të ardhmen. Pra, nuk na u tha nëse ka pasur probleme të vazhdueshme, sepse një sistem gjurmëshmërie shpesh herë e kemi diskutuar edhe në këtë studio, që inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit thonë kishte fatura. Fatura nuk është element i sigurisë ushqimore, pasi në faturë nuk shënohet qartë loti i produktit. Mund të jetë sasia, por ti nuk je në gjendje të gjurmosh lotin, jo më pastaj të thuash të njoftosh konsumatorin për të mos blerë më nga ky lot që ka këtë datë prodhimi dhe këtë datë skadence. Tjetra, shkuan tek subjekti i cili ofronte catering. Unë nuk pash aty që ky subjekt e parat më njoftoi, nëse ky subjekt është përgjegjës vetëm për këtë target group, pra shpërndan ushqim vetëm tek ta student, apo ka dhe ndonjë institucion tjetër shtetëror që shpërndan ushqim. Pra, nëse ka një spital, nëse ka... Pra, këtë duhet ta thoshte Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në mënyrë të tillë dhe të thoshte që ne e kemi shtrirë hetimin në të gjitha njësitë që shpërndajnë ushqim, kjo pikërisht për të minimizuar riskun. Unë prap nuk e di këtë. E supozojmë që është vetëm kjo dhe nuk u tha. A u bllokua aktiviteti derisa të gjendet shkaku i këtij subjekti, sepse unë dëgjova që është arrestuar guzhinjeri. Unë, me thënë të drejtën, guzhinjeri duhet arrestohet nëse ai është personi përgjegjës për hedhjen e patogenit apo të shkaktimit të problemit me dashje. Sepse një guzhinjer nuk mban përgjegjësi për produktet që furnizohet për të gatuar. Duhet të gatuaj sipas standardit, sipas cilësisë produktin që ka. Pra, edhe guzhinjeri, sepse ne kemi pjesën e cross-kontaminimit, mund të ketë qenë vetë përgjegjës, pra nëse ka një prekje nga patogen të ndryshëm, mund të ketë qenë përgjegjës për shpërndarjen e tyre, pra nëpërmjet duarve, duke mos respektuar rregullat higjieno-sanitare, dhe në këtë rast duhet ishim analizuar edhe ky për ta përjashtuar edhe këtë si rast. Unë nuk dëgjova gjithashtu nga akuja që të analizonte ujin e rrjetit. Pra, mund të jetë dhe ujë rrjetit, nëse kjo shqetësimet, helmimi vjen nga një patogen, duhet të edhe ujin me të cilët është manipuluar ushqimi, pra janë larë sallata, është gatuar, duhet që të analizohet. Tjetër çfarë nuk është bërë? Pra, ajo që thamë bllokimi menjëhershëm nuk është bërë dhe kjo vazhdon. Pra, nëse ke këtë guzhinjer dhe nesër vjen një guzhinjer tjetër dhe vazhdon të njëjtën situatë, ne do vazhdojmë të jemi të ekspozuar ndaj këtij risku.